Me emër të Allahut, mëshirues dhe përditshtar i madh. Falënderimi qoftë për Perëndin, të cilit i përket çka ka në qiell dhe çka ka në tokë. Ai qoftë i falënderuar edhe në jetën tjetër. Ai është i gjithdijshëm dhe i plotdijshëm. Ai di çka hyn në tokë dhe çka del prej saj, dhe çka zbret prej qiellit dhe çka ngritet në të. Ai është mëshirues dhe falës. Mose thon, nuk do të vijë qasti. Thuaju po. Pasha Zotin tim, i cili di të gjitha të padushmet, me siguri do t'ju rije. Nuk do t'i fshehet atij as një thërmi, as në qiell as në tokë, e nuk ekziston asgjë, as më e vogël nga ajo thërmia, as më e madhe, e që të mos jetë e shënuar në librin e qartë Levi Mahfull. Për t'i shpërblyer ata që kanë besuar dhe punuar veprat e mira, për ta ka falje dhe furnizim të mrekullueshëm. Ata që luftojnë kundër argumenteve tona, duke u përpjekur që t'i pengojnë ato për t'i ikët dënimit ton, për ta ka dënim të tmerrshëm dhe të dëmshëm. Ata, të cilëve u është dhënë dienia, shohin se çka të është zbritur ty nga Zoti yt, ajo është e vërteta Kurani, i cili të udhëzon në rrugën e të plotfuqishmit dhe të falënderuarit. Mose thon, a doni t'ju tregoj njeriu i cili ju lajmëron se kur të shka përderdheni plotësisht në varreza, ju me siguri do të jeni të krijuar përsëri të ringjallur. Apo trillon gënjeshtra për Perëndin apo është i çmendur? Asnjëra, por ata që nuk besojnë në jetën tjetër, do të dënohen dhe janë në humbje të mëdha. Vallë, a nuk shohin ata çka ka para tyre e pas tyre, prej qiellit dhe tokës? Për që ditë se sikur të donim ne, do t'i fundosnim ata në tokë ose do të hunim copa nga qielli. Me të vërtetë, në këtë ka argument për çdo rob që kthehet te Perëndia. Me të vërtetë, ne i kemi dhënë Davudit dhundi prej nesh. Dhe kemi thënë, o mali, jani në lavdërimin tim bashkë me të Davudin. Po ashtu, edhe ju shpreh dhe ne ja zbutëm atij hekurin. Dhe i tham ne atij, punë ti pancire ke misha të hekurit të gjerë. Thuri ato në masat e nevojshme dhe punu veprat e mira. Me të vërtet, unë shoh çka punoni ju. Dhe janë shtruam në Sulejmanit, frymën, me të cilën udhëtimi i paraditës ishte sa 1 muaj, e ai pas ditës po ashtu sa 1 muaj, dhe ne kemi bërë që t'i rrjedh atij bakri prej burimit që ecën uji dhe disa nga gjendet e nështroi që të punojnë para syve të tij, me urdhërin e Zotit të tij. Kushto prej tyre që largohet nga urdhri ynë, kemi bërë që ai ta shijojë dënimin e zjarrit. Ata i punonin atij që dëshironte, të mpujt dhe përmendore, e në të gjera si rezervuar dhe qypa të mëdhe, të palevishëm për shkak të madhësisë. O familje e Davudit, punoni duke falënderuar Perëndim. Pak nga robërit e mi janë falënderues. Kur ne atij ja caktuam vdekjen, atyre nuk u dha shenjë askush për vdekjen e tij, po skrimit të drurit i të ja briti shkopin. Dhe, pasi u rrëzua Sulejmani, ju shkatërua shkopi, u bë e qartë se gjindet, sikur ta dinin të padushme vdekjen e tij, nuk do të mbetin në dënimin e pëshëruar. Me të vërtetë, banorët e Sabës kanë pasur argument të madh në vendbanimin e tyre, 2 kopshte në të djathtë dhe në të majtë të lumit. U kemi thënë, ani nga ato që u ka furnizuar Zoti juaj dhe falënderoni atij. Ky është visi mrekullueshëm, e Zoti juaj është Zot që fal shumë. Ata u shmangën prej rrugës së drejtë dhe na u dërguan vëshimin e arrimit, duke e shkatëruar pendën, dhe kopshtet e tyre u zëvendësuan me kopshtet e tjera, me frute të idha lloj drunjesh, tamarisk dhe paklotusa grosheza. Kështu ata i kemi dënuar për shkak të mohimit, a mos dënojmë ne dik, pos mohusve jo mirënjohësve? Pe çuditse. Dhe ne kemi bërë në mes tyre dhe vendbanimeve që i kemi bekuar, vendbanime të lidhura dhe të rregulluara, dhe ne e kemi caktuar në për to udhtimin. U kemi thënë, udhtoni në për to, natë ditë të sigurt. Ata thanë, o Zoti ynë, bënë me të madhe distancën në mes udhtimeve tona. Andaj, i bëndëm vetes, dhe ne i bëm ata objekt për t'i marrë në përgoj, dhe ata plotësisht që i kemi shpartalluar. Dhe, në këtë, ka argumente për çdo të durueshëm dhe falënderues. Me të vërtetë, Iblisi e realizoi paramendimin e tij për ta, dhe ata shkuan pas tij, pos një grup besimtarësh. Iblisi nuk ka pasur kurfar pushtetin mbi ta, ne vetëm kemi dashur të zbulojmë se kush beson në jetën tjetër e kush dyshon e të. Zoti yt është mbikëqyrës si çdo gjëje. Thuaj o Muhamedi, thini ata të cilët i konsideroni zotëra, pos Perëndis. Ata nuk në pushtet as sa pesha një thërmje, as në qiell as në tokë, nuk ka për ta idhujtarët, as në qiell as në tokë ndonjë shokë, dhe Perëndia, nga ata, nuk ka kurfar ndihmësi. Për dik tek ai nuk bëndobi angazhmi, përpos atij që i jep leje për të. Kur të hiqet frika nga zemrat e tyre, i thon shoqit, çka tha Zoti juaj? Përgjigjen të vërtetën. Ai është i lartësuar dhe i madh. Thuaju, kush u furnizon juve prej qiejve dhe prej tokës? Thuaju, Perëndia. Në të vërtetë, na ose ju jemi në rrugën e drejtë ose në humbje të qartë. Thuaju, ju nuk do të pyeteni për atë që kemi gabuar ne, as që ne do të përgjigjemi për atë që punoni ju. Thuaju, neve do të na tubojë Zoti ynë e do të gjykojë në menesh me të drejtë. Ai është gjykatës i drejtë i gjithdijshëm.
Thuaju mi tregoni ata që ja përshkruani për shokat i Perëndisë. Jo, kursesi, nuk do të mund ta bëjmë këtë, por vetëm ai është Perëndia, i plot fuqishëm dhe i gjithdijshëm. Na te kemi dërguar ty për të njerëzimin, si arriques dhe paralajmërues, por shumica e njerëzve nuk din. Dhe thon, kur do të realizohet ky premtim, nëse ju thoni të vërtetën? Thuaju atyre, juve u është caktuar dita të cilën nuk do të mund ta ngadalsoni as për një çast, as ta shpejtoni. Dhe ata që nuk besojnë, thon, na nuk do të besojmë kursesin e këtë Kurani, as në ato që kanë qenë para atij Kuranit. Sikur t'i shije zullumçarët kur të ndalen para Zotit e tyre dhe kur t'i shkëmbejnë fjalët me njeri tjetrin, do t'u thonë ata që konsideroheshin të dobët, atyre që madhështoheshin, sikur të mos kishte qenë ju, na do të ishim musliman. Ata që madhështoheshin, do t'u thonë atyre që i konsideronin për të dobët, vallë, a ne ju kemi penguar nga rruga e drejtë, pasi që ju ka ardhur ajo. Jo, por ju jeni mëkatar. Dhe ata të cilët konsideroheshin të dobët, do t'ju thonë atyre që madhështoheshin, jo, por fillimet tuaja në atë ditë, kur na urroni që ta mohojmë Perëndin dhe t'i përshkruajmë atij shok. Dhe ata e mëshinin pejkëllimin kur e shihnin dënimin. Ne do t'u vëmë pranë nga rreth qafës së atyre që mohuan. Ata nuk do të ndëshkohen për asgjë tjetër, pos për atë që kanë punuar. Në asnjë vend banim na nuk kemi dërguar ndonjë pejgamber, e ata që bënin jetë luksoze, të mos thonin, me të vërtetë, na nuk besojmë në atë, me të cilën jeni dërguar. Dhe ata thonë, na kemi më shumë pasuri dhe fëmijë, e na nuk do të jemi të munduar. Thuaju, me të vërtetë, Zoti im i jep furnizjen të bollshëm kujt të doj dhe ja mungon kujt të doj, por shumica e njerëzve nuk e din këtë. As pasuria juaj, as fëmijët tuaj, nuk janë ata që do t'ju ofrojnë pozitën e, por vetëm ata që besojnë dhe punojnë veprat e mira. Për ta shpërblimi është i shumëfisht, për atë që kanë punuar dhe ata do të jenë të sigurt në dhomat e larta të xhenetit. Ata që përpiqen të thyejnë argument tona, duke menduar se nuk do të mund t'i dënojmë, ata do të dënohen. Thuaj, me të vërtetë, Zoti im i jep furnizjen të bollshëm kujt të dojë nga robërit e tij dhe ja pakson kujt të dojë prej tyre, ai u kompenson atë që e ndani ju dhe ai është më i miri furnizues. Dhe kujtoj atë ditë kur do t'i tuboj të gjithë e pastaj u thotë ngjëjve, vallë, a këta ju kanë adhuruar juve? Engjëjt thonë, qofsh i lavdëruar ti o Zoti ymë. Na, ty të adhurojmë, e me ata s'kemi asgjë. Ai adhuronin gjindet dhe shumica e mohuesve u besonin fjalëve të tyre të gjindeve. Sot nuk do të mund t'i bëni as dobi as dën njeri tjetrit. Ne do t'ju themi zullumçarëve, shijoni dënimin e zjarrit të cilën e keni konsideruar gënjeshtër. Kur ju lexohen atyre ajetet tona të qarta, ata thonë, ky është vetëm njeri që dëshiron t'ju pengojë nga ajo që etërit tuaj kanë adhuruar, dhe ata thonë, kjo nuk është asgjë tjetër pos gënjeshtër e trilluar. Dhe thonë ata që nuk besojnë të vërtetën Kur'anin pasi ju ka ardhur, kjo është vetëm magji e qartë. Dhe ne nuk u kemi dërguar banorëve të Mekës asnjë libër për ta mësuar ata, dhe ne nuk u kemi dërguar atyre para teje asnjë paralajmërues. Ata që kanë qenë para tyre i kanë konsideruar gënjeshtar pejgamberët. Ata nuk kanë arritur as të dhjetën e asaj që u kemi dhënë fuqi dhe jetë gjatë, e megjithatë i kanë konsideruar gënjeshtar pejgamberët e mi, e çfarë ka qenë dënimi im ndaj tyre. Thuaj o Muhamedi, unë ju kësilloj vetëm me një gjë, ngrituni sinqerisht për Perëndin, 2 nga 2, ose 1 nga 1, pastaj gjykoni për shokun tuaj Muhamedin që nuk është i çmendur. Ai për ju është vetëm paralajmërues para dënimit të rënd. Thuaj, çfarë do shpërblimi që kanë kërkuar prej jush, ajo qoftë për ju. Shpërblimi im është vetëm te Perëndia, e ai është dëshmitar për çdo gjë. Thuaj, me të vërtetë, Zoti im e sjell të vërtetën te pejgamberët, ai është i gjithdijshëm për të gjitha sekretet. Thuaj, e vërteta islamizmi ka ardhur, kurse gënjeshtra as nuk mund të shfaqet as të përsëritet. Thuaj, nëse humbi, unë humbi vetëm në dëmin tim, e nëse uzohem në rrugën e drejtë, kjo është nga shpallja e Zotit tim. Ai, me të vërtetë, i dëgjon të gjitha dhe është afër. Sikur të shijë ata kur friksohen e nuk kanë ku të ikin, do të kapen përse afërmi pa mund të ikur asnjë hap. Thonë, na besojmë në atë Kur'anin. Prej nga ta përvetsojnë besimin prej vendit e largët botës së ardhshme. Ata e kanë mohuar atë Kur'anin qysh me parë në këtë botë dhe i hullin të padukshme nga aspekti i largësisë prej të vërtetës. Dhe ka ekzistuar distancë në mes tyre dhe asaj që dëshironin ata, ashtu siç është vepruar me të ngjashmit me parë. Me të vërtetë, të gjithë ata kanë qenë në dyshim të madh.